Të dashur miq, dua të flas për reformën në drejtësi ose industrinë e krimit. Sipas Edi Ramës, edhe pse u votua me 140 deputet në parlament me prangën në duar, ku dy misionarët, ambasadori Donald Lelu dhe Romana Vlahutin u puthën në buzë, por që janë nën hetim. Kështu, kjo reformë e dështuar ka krijuar armatën besnike të Partisë Socialiste, të cilët pasi betoheshin përpara partisë me pa merrën motrën e Belit, kalonin vetingun. Dhe mos harroni zotin Francesco Chiardi, i cili akuzohet se ka lënë sekretarin shtatzanë. Pra, dosjet e Pshteni në Shqipëri janë epsh i pallogaritshëm në qeverinë Rama, mbi 50% femra. Kështu, kemi protestën, ankesën në gjykatën kushtetuese të gjyqtarëve që kërkojnë rritje pagash. Edi Rama thot duan 36 milion euro më shumë. Janë mbi 150.000 dosje që qytetarëve shqiptarë ju kushtojnë 10-15 vite i jetë, që ndoshta nuk do të gëzojnë ato prona. Dhe trashëgimtarët do të zihen me zvetit. Kështu, nëse do të paguash për të ardhur më shpejt, sigurisht pazari ka vajtur lart. Kjo është një tymnaj artificiale për të justifikuar krimin, sepse reforma në drejtësi është dështim. Arsyeja është fare thjesht, flasin shifrat. Në Kroaci, në Maltëzi, janë 30 gjyqtarë për 100.000 banor. Nësa neve kemi vetëm 11 gjyqtarë. Edi Rama i ka mbledhur të gjitha në Tiranë. Edhe hipoteka e Vlorës në Tiranë, sepse i kontrollon në vetë më mirë. Që të vish në Tiranë do të kalosh nga bloku, nga zyrat e Selis Mavi, për të bërë pazaret e krimit, për të paguar, për të betuar për partinë dhe të marrësh drejtësinë. Ky është një realitet që askush nuk e mohon dot. Nëse nesër socialistët do të kthehen në opozit, pa vendime gjykate sot nuk shkon askund. Pa hipotekë nuk shkon askund. Tek e fundit përse jetojnë njerëzit ku pazaret politike, Rama, Metaj, Meta, Berisha, Basha e tjerë janë sa karizmatike, aq edhe tragjikomike për Shqipërinë. Pasojat, mbi 40% të larguar dhe ata që kanë ardhur kërkojnë të marrin familjarët e tyre duke populluar Shqipërinë me qytetarë të botës së tretë. Pikërisht, sepse fjala drejtësi është bërë utopi. Kështu, të dashur shqiptar, Edi Rama po masakron pikërisht sistemin e drejtësisë në interesin e partisë. Ja doli me sukses. Fatkeqësisht po.